Konflikti tarifor Shtetet e Bashkuara të Amerikës Europë po rrezikon biznesin transatlantik me vlerë 9.5 trilion dollar në vit, paralajmëroi dhoma amerikane tregtisë në Bashkimin Evropian. Dhoma amerikane me më shumë se 160 anëtar, ndër të cilët përfshihen Apple, ExxonMobil dhe Visa, tregojnë në raportin vjetor të ekonomisë transatlantike një marrëdhënie që shënoi rekorde në vitin 2024 me tregtinë e mallrave dhe shërbimeve që kapi vlerën e 2 trilion dollarëve. Dhoma flet për vitin 2025 si një vit premtimi dhe rreziku për marrëdhënien më të madhe tregtare në botë. Javën e kaluar, Washingtoni ka vendosur tarifa për çelikun dhe aluminin. Bashkimi Evropian ka përcaktuar plane për akmarrje dhe presidenti Donald Trump ka kërcënuar me tarifa 200% për pijet alkolike të Bashkimit Evropian. Presidenti amerikan ka kundërshtuar vazhdimisht deficitin tregtar të mallrave të Shteteve të Bashkuara me Bashkimin Evropian, megjithse në shërbime ka një suficit amerikan. Dhoma amerikane tha se tregtia është vetëm një pjesë e aktivitetit tregtar transatlantik dhe se standardi vërtet ishte investimi. Në kundërshtim me njohuritë konvencionale, shumica e investimeve amerikane dhe europiane rrjedhin tek njëri tjetri në vend të tregjeve në zhvillim me kosto më të ulëta, thuhet në raport. Shihet e filialeve të huaja të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Europë janë 4 herë më shumë se eksportet amerikane në kontinentin e vjetër dhe shitjet e filialeve europiane në Shtetet e Bashkuara janë 3 herë më të larta se eksportet europiane. Dhoma amerikane paralajmëroi se pasojat e konfliktit tregtar mund të dëmtojnë këto lidhje të ngushta. Raporti thekson se tregtia brenda firmave që përbën rreth 90% të tregtisë së Irlandës dhe 60% të tregtisë së Gjermanisë mund të goditet. Rreziku i madh mund të përhapet në tregtinë e shërbimeve, flukset e të dhënave apo energjinë, me Europën të varur nga importet e gazit natyror të lëngshëm amerikan.